prokuroria tani më ka vepruar drejt, por jo vetëm kë, ju lutem, jo vetëm kë. Ka dhe tjerë. Po tjerë, ka shumë tjerë. Unë mendoj që është gabim të lejojmë ata të ndinë rahatin në shtetin e Republikës Kosovës. Do shta mas këti rasti janë tremë, por nuk ka qetësi në Prishtinë. Po jo në Prishtinë, ki në Gjillan, ki në Gjakov, ki në Prizren, ki në Ferizaj, e shumë vende tjera, të cilat kanë vepruar dhe veprojnë, ka njerëz, i din, policia i din, por çfarë na duhet? Ne duhet t'i kufizojmë veprimtaritë e tyre, sepse një njeri që ka punuar në shërbimin sekret serb, në kohën e kaluar, në kohën e tashme, ai do të punoj prapë, dhe edhe në tanë. Ne do të na shkaktoj domin në zinxhirin komandues sigurisë, në zinxhirin e veprimeve tona për sigurinë tonë, për sigurinë e qytetarëve të Republikës Kosovë. Realisht, këta njerëz duhet të arrestohen, të dënohen për veprimtaritë e tyre anti-shqiptare, antinacionaliste, dhe që kanë thjesht veprimtaritë e tyre të cilët gjatë kohës luftës edhe kemi pasoja dhe qytetarë kanë pasoja në vdekje prurëse. Rrajet e këtyre njerëzve, me urdhër të këtyre njerëzve që i ka bo policia në burgjet e Republikës Kosovës, Serbisë në atë kohë, tani të Kosovës, në atë kohë që i ka bo me urdhënesa atyre njerëz kanë pas edhe pasoja të vdekje prurëse. Në thjesht janë këto gjëra dhe nuk kem çka me biseduar me gjatë, por problematika qëndron tek politika. Ata të cilët kanë bashkëpunuar me UDB-n në kohën e kaluar, edhe në qeverisjet e kaluar, i na afru ofër. Nuk e di me çfarë qëllimi, por menimi jam është i gabueshëm ka qenë veprimi i tyre. Çdo kryeminist, çdo kryetar partive. Një udbash, një njeri që ka punu në strukturat ish Jugosllavës, Serbisë, edhe ka luftu edhe kundër popullatës civile dhe ushtrisë shëndore të Kosovës, çfarë don me afrute atë njeri? Të lutem. Po don të zhytesh vetë në ato struktura, apo ku është qëllimi? Apo është qëllimi financiar? Që do t'i kushtoj se cilët nga ata, do t'i kushtoj shumë këtyre politikarëve tonë, se të kanë vepru bashkërisht me tokë. Në një kohë jo shumë të largë, do t'i kemi shumë emra tjerë. Shumë emra tjerë që do të dalin publik. Tani ka filluar kaseta, zhvillohet në një pjesën tjetër. Është zhvilluar në pjesën tjetër. Kaseta është hapur, por do ketë vetëm nga politika apo edhe nga media? Mediat nuk dëshiroj shumë i sulmu, për shkak se me pastaj po kemi pasoja se analista dhe njës çështjeve të qoftë politika apo të sigurisë, por ka edhe nga mediat, nga i dim si qytetar, dhe besoj që në kohën jo shumë të largët do të dalin, do t'i shomi, dhe do të binden me ato, se çfarë. Kjo është vetëm fillimi. Unë i kom parë disa media, që kanë thonë që Fatmir Shaholli ka pas disa Mirajm Zekis, disa ingjizime, sene, po nuk është vetëm ato, ju lutem. Nuk është vetëm ajo, bra. Nuk është vetëm ajo. Ne e dim kush është ai. Ne e dim kush janë ata. Po pse Mirajm Zeka? Pse kryeministrat e Kosovës, ish kryeministrat e Republikës Kosovës? Pse kryetarët e partive kanë bashkëpunuar me njëri tillë, me njerëz tillë? Kto s'po muj me kuptu. Mirajm Zeka del dhe do tonë me kamerë ushtrisë shëndore të Kosovës dhe ulen në një tavolinë me një ish inspektor apo ish pjesëtar shërbimit të MUP-it serb. Ulen në një tavolinë kur e din se çfarë ka qenë veprimtaria e tina. Po, në fund ai është në fund me Leoni, jo për të bërë avokatin e tij, po ju them fjalët që ai më tha nga një bisedë që kisha me të. Unë jam gazetar, edhe mund të ulem për të marrë informacion me këtë dorë.
Gjithmonë nëse nuk ka fituar gabim. Realisht qëndron ashtu, por Milaim Zeka është ullë edhe kur ka qenë Parlamentin e Republikës Kosovës më të. Po, mund të vihet një figurë e tillë, jo për të marrë mbrojtje Milaimi, po në Rambuje, deputet, ka marrë pjesë në këto proceset që kanë qenë të rëndësishme. Kjo është ajo cilat ja u ceka më herët. Ju lutem. Kjo është ajo cilat unë mendoj që nuk do të duhej të ndodhte. Mbaje qëndrimin ton, kur ti pastrosh syt, shikoj veten e pasqyre dhe mos shiko personin tjetër. Dhe kjo ka ndodhur. Ka shikuar personin tjetër dhe nuk e ka shikuar sepse nuk janë vetvetja atyre. Dhe për atë arsye kemi